3 vitet e fundit që do thotë se ka. Taksa e ndikimit të infrastrukturës dhe bizneseve që krijojnë ndotje më të madhe në Lezhë do të pësojë rritje. Ky fakt u bë i ditur gjatë prezantimit të paketës së re fiskale për vitin 2026 nga kryetari i Bashkisë Lezhë, Pierin Dreu, sipas të cilit investimet strategjike që do të zbatohen janë në proces në zonën e Lezhës dhe ndotja e madhe që krijojnë shumë biznese i ka nxitur që të lëvizin nivelin e taksave vendore. Sot në të investimet strategjike është miratuar komplet sistemi i parkut të këtyre energjisë me erë në zonën e Fishës. Është miratuar dhe janë në procesin e asaj. Dhe si t'ja bëjmë ti? T'ja bëjmë 0.1% taksën, ne s'ka kuptim kjo punë. A vjen njëri për të bënë një park energjetik tjetër me 0.1% taksë infrastrukturë është absurde, sepse janë investimet mëdha që ndikojnë në infrastrukturë dhe në fundit do të pagojmë shumë. Ndryshime në tarifat vinë pothuajse të gjithë këto tregtitë ushqimore që janë ndosësit më të mëdhenj. Burr nënasive këto në disiplinë nuk ka. Nëse ka ndos janë këto që i keni këtu. Me materiale, me pemë, me tregti makinash, me prodhim përpunim artikuj ushqimore, me mishe, peshke, autoservise, automjeteve, shkocat para sa servise, as skandale, as nuk pastrojnë territorin e vet fare. E lanë ashtu. Me gjithë këslishet e mundshme. Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga 0.1% do të bëhet 3%, ndërsa bizneset e tjera që preken nga rritja e tarifave vendore janë ato të prodhimit dhe tregtisë të produkteve me origjinë shtazore, artikujve ushqimor, materialeve të ndërtimit, tregti makinash, serviset e pjesëkëmbimit, tregti pemësh e përpunimi materialesh druri si dhe lokalet e dasmave. Po ashtu nga rritja e taksave do të preken edhe kompanitë e internetit, të cilat shfrytëzojnë infrastrukturën nëntoksore në territorin e Bashkisë Lezhë.